i degës edhe na kemi parë që gjitha këtu eksperimentet që kanë bo kryetari i partisë, po mdej edhe Sali Berisha me duke vu Lulbashën, edhe Albin Kurti duke vu Visari Merin, kryetar partisë, në fund kanë përfundu në telashët asaj partije. Por ajo çfarë isha më ndërlidh këtu, është një gjë është Ramush Haradinaj ka qenë, për mendimin tim, kryeministri më i mirë që ka pas Kosova në mandatën e parë të tij. Në ato pa kohë para se të shkonte. Para se të shkonte në Hagë. Por abuzimi që ka bo në mandatën e dytë duke bo 20 ministri edhe 84 zëvendës ministra, i ka kushtu shumë shtrejt dhe ka humbë gjithë kredibilitetin moral para elektoratit. Atëherë elektoratit nuk ka reagu, as njerëzit nuk kanë reagu pëse përbën, po në fund në zgjedhjet e ardhshme ai vun pozitë me luftu me pragun, sepse njerëzit mbajnë mend. Dhe që është si duket nga kjo nuk kanë nxjerrë mendas Albin Kurti, i cili tani rriti numrin e ministrive dhe kjo do t'i kushtoj atij shtrejn. Politika nuk është përfaqësues dhe vendosjes për rritjen e numrit të ministrive ishte për shkak që s'ka funksionu fuzionimi i disa ministrive. Dhe ka qenë një mega ministri aty që s'ka funksionuar. Jo, nuk është arsye. Thjesht rritja e numrit të ministrive paraqet një arrogancë e pushtetit, arrogancë e numrave. Edhe paftësi. Edhe paftësi, sepse shumë, shiko, kur bon numri më i madh ministrive, shtrohen mundësitë më të mëdha të korrupsionit. Edhe shpërndarja e përgjegjësive, etj. Kështu që me qenë vendet të cilët janë, për shembull, e kanë vendin numër 1 në botë për edukim, si Finlanda, ka 7 ministri, s'ka zëvendës ministra fare. Edhe tash kemi na më shumë pare populli Kosovës që mi paguen 20 ministra, e mi pagu gjatë ata, tash ku me ditë zëvendës ministra i ban, kur u pyet ambasadorja e Finlandës para studentë e mi kanë bë pyetjen pse s'keni zëvendës ministra, ka thonë s'kemi pare mi pagu. Tash Finlanda s'pas ka pare mi pagu, Kosova ka pare mi pagu. Më thonë thjesht a djetë sa është buxheti i Finlandës, e mundësitë ekonomike të Finlandës pak krahasimisht më ose sa të Kosovës. Dhe kjo... Se do dalim pastaj tek qeveria dhe do ta diskutojmë edhe 20 ministrat edhe profilet tyre se çfarë mund të sjellin Kosovës, edhe ata që kanë qenë, por edhe këta të rinj, disa ishin të ri. Por duhet të rrit tek kjo dorëheqja e Haradinajt. Ju e thatë që befasoj, pse e zgjedhi këtë moment të jap të dorëheqje? Po, shiko, ai ka pritur, domethënë që do të përfundoj karrierën si president i vendit. Gjë që ka qenë shumë... Nuk e përjashtoj mundësi që të kandidoj, tha, nëse e do ku vendi edhe mund të jem aty si kandidatur. Tani, mundësitë e tij janë të zvogluara, sidomos pas asaj që konfliktit të hapur që ka bërë me Albin Kurtin. Shiko, Albin Kurti tani ndoshta nuk është në pozitën me zgjedh bashkë krejt kanë dhënë president vendit, po kanë zdën Albin Kurti, ajnë s'ka teori më zgjedh. Dhe në këtë kontekst, Ramush Haradinaj ka të pamoshme, për shkak të... Për shkak të konfliktit që ai e ka zgjedhur, edhe pse paraprakisht, domethënë para se të bëhej kryeministër, Albini ka pas një respekt